disa vende është absolutisht e pavërtet se është votuar. Po këta kanë një gjë. Këta kanë zgjedhur mashtrimin për të gjitha problemet. Dhe, po si pas zëdhënësit Bashkimit Evropian, asnjë kapitull nuk mund të mbyllet pa u votuar unanimisht i barë. I barë është i ndërmjem. Ky votim që bëhet për i barin është i ndërmjem. Është vendim i ndërmjetshëm. Por pa këtë vendim, asnjë kapitull nuk mbyllet. Këto ka njoftuar dhe unë marr të mirëqenë dhe të sigurt, nuk po them pastaj burime tjera që më konfirmojnë të njëjtën gjë, por po marr burim zyrtar të 3 ditë më parë të publikuar, të dhënë një radio, që është radio publike, Europa e Lirë. Të gjitha variantet tjera janë mashtrime dhe vetëm mashtrime. Edi Rama mashtroi dje në mënyrë monstruoze para studentëve. Taulan Toyota Yaris po kështu. Është Lubi Balluku shkaku më kryesor. Shkaku më kryesor. Dhe këte, cili do që din të lexoj, ka parasysh reagimin që bën jo një, por disa nga ambasadat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Tiranë për aferën Balluku. Afera Balluku është afera më e shëmtuar. Më e shëmtuar në 32 vite, jo vetëm në Shqipëri, por edhe me gjithë, sepse është kuptuar që Balluku është thjesht fasada, se e vërteta është Edi Rama. Kjo është bërë shumë e qartë. Sikundër, duhet u them ju se për masat e Akshit janë edhe më lemeritëse. Keni parasysh se tek Akshi, aty ku është Mirlinda, lexoni Linda e Surrelit. Po se çfarë është Linda e Surrelit, atë e dini vetë ju. Kur unë e derancova, me dokument të ardhur nga prokuroria, regjistrimin ambiental, mediat e ignoruan, po tani ato janë të gjitha në dosje. Ajo dosje nuk mund të zhdukej. Ajo dosje qarkullon në Europë. Po. Ndaj dhe ka një fantazm sot. Ka vetëm një kryeministër fantazm, dhe kryeministri fantazm është Edi Rama, i pakallur. Pritën qytetarët të dalë çdo ditë të mashtrojë. Dëgjoja edhe i ditë zëdhënësin e tij të jashtëm që ne jemi të parë, mashtrimi turpshëm. Malizi ju votua Malizi. Ndonë se kanë vretje, për kanë një sëri vretjesh, por i barin ja votuar. Dhe pavarësisht se ja votuar i barin, do të themi atë që është, përsëri s'ka gjë të sigurt, sepse ka ndryshuar ligje. Ka ndryshuar 2 ligje. Dhe ndryshimi atyre 2 ligjeve kërcënon procesin e avancimin e procesit. Kurse Edi Rama është bërë parzmore korrupsionit, përdori 81 mandatet për Lubi Ballukun.
Edi Rama është kreu i organizacë kriminale, jo vetëm në rastin e qeverisë, po dhe në rastin e dosjes Balluku. Ju e patë sa vetë ishtë aty. Aty ka njerëz për 2 organizata kriminale, po ligji i njefti. Për 2 grupe strukturura kriminale. Kështu që, absolutisht jo, është mashtrim, mashtroj, kryekput, çdo ditë që dali. Nuk është votuar. Nuk është e vërtet. Dhe e vërteta është se është një histori e ngjashme me raportin paraprak të zgjedhjeve. Ju e patë se çfarë përpjekje banditeske banë për të dyshuar raportin. Dështuan, përkundrazi. Raporti u ridimensionuar, nuk është se ndërhyn shumë. Me të gjitha mjetet, dështimi plot. Po? Për të mbetur te kjo çështje, ndërkohë nga njësia 14 në Kashar, kreu i qeverisë Edi Rama ka përmendur sërish procesin e integrimit, ku hedh akuza për të paudhët që me qëndrimet e tyre kundër po i mbyllin Shqipërisë dyert në Bashkimin Evropian. Keni një kundrapërgjigje për këtë deklaratë? E para, nuk kam dëshirë të ndërhyj shumë në punë të brendshme të Partisë Krimit, sa ai po bën turneun në punëve të brendshme të Partisë Krimit, po ajo është punë e tij. Së dyti, është absolutisht mashtrim dhe e pavërtet. Ju jeni dëshmitar që në këtë konferencë, në këtë katedrë, në këtë platformë, por dhe në ato ndërkombëtare, qëndrimi ynë ka qenë dhe mbetet. Ne mbështesim procesin e integrimit. Ndonë se Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Ky ka qenë qëndrimi ynë, por në qoftë se ne marrim përsipër të mashtrojmë në zbatimin e kritereve, standardeve, kërkesave, atë se bëjmë kurrë. Nuk e bëjmë kurrë. Ne kemi thënë të vërtetat, dhe të vërtetat tona po provohen, po faktohen. Dhe do i themi vazhdimisht, kur nuk bëjmë ne, nuk mashtrojmë ne komunitetin ndërkombëtar. Sepse po mashtruam ata, është gjë ndaj shqiptarëve. E kundërt është, këto kohë është makineria propagandistike e Edi Ramës, që përhap lajmet katarant se puna e korrupsionit është si punë trashëgimie është punë geni tek shqiptarët. Dhe çfarë keni ju, me qenë se shqiptarët e pranojnë këtë? Pra me një fjalë, Edi Rama dhe tellallët e tij dalin në përbot dhe thonë, kur i vjedhuri e pranon hajdutin, ç'punë keni ju me këtë? Kjo është. Prandaj ata pasqyrojnë se kemi të bëjmë me kulturën